rritja e subvencionimit të nëna nivelihorna prej 150 në 250, bursa për gjithë gjimnazistët që regjistruhen në universitet publik ose privat. Faleminderit shumë, jetë një përgëzim për mojtën e standardit të emisioni dhe mojtën përgjegjës neve mandej si kryetar komuna. Shpërfilloj me 12 projekte madhore që janë në vazhdimsi të 6 yllave kryesore të programit, finalizimi i kolektorit kryesor 4.2 milion euro që është në tender e sipër, ndërtimi i unozës qytetit i Stokvrel 3.8 milion euro, rregullimi i shtatit lumit nga Istoku deri te ura e Zallçit 2.5 milion, ndërtimi i objektit të rritë nën stacionit zjarfikësve 350.000, ndërtimi i shtegut rekreativ për ecje dhe ciklizëm nga Istoku deri në Gorakos 1.7 milion, ndërtimi i infrastrukturës mbrojtjese dhe rekreative të Bollëvonit 3.5 milion, ndërtimi i objektit multifunksional të lokacioni i shtregut 1.2 milion, zgjerimi i zonës rekreative të burimi i ujit 900.000 euro, rindërtimi i zonës brendshme të sheshit të Istokut që ka vlerën prej 3.5 milion euro, ndërtimi i rrugës Uq-Vojdull që ka vlerën 3.9 milion euro, ndërtimi i rrugës së fermerëve në Gusar 1.7 milion euro dhe elektrifikimi në bjeshkët e Istokut që ka vlerën 3.8 milion euro dhe po vazhdoj me shtyllat kryesore të programit, qytetari barabart ose mirëqenie, asistent dhe shërbimit veçanta për fëmijët, rritja e subvencionimit të nëna nivelihorna prej 150 në 250, sa i përket arsimit, transfert, falas për nxënësit për distancat largëta nga shkolla, bursa për gjithë gjimnazistët që regjistruhen në universitet publik ose privat në shumën prej 650 eurove, te pjesa e rinisë për ceku dyfishimin e buxhetit për sport, restaurimin e monumenteve arkeologjike, mbështetjen për talentet e rinj në art, muzikë dhe letërsi, te pjesa e ekonomisë për ceku skemën komunale të granteve për start-up biznese, programi 10ID, 10 biznese të shërbimit, infrastrukturë dhe emergjencat, vazhdimi i ndërtimit rrugëve lokale, vazhdimi i ndërtimit të trotuarëve në zona urbane, krijimin e një stacioni zjarfikësve, të planifikimin urban, renovimin dhe përmirësimin e objekteve kolektive në zonat urbane Istok, Gorakos dhe Bon, sipas standardeve të Fondit Kosovar për Eficiencë dhe Energji, themelimin ndërmorës publike mbanësore që do të jetë përgjegjëse për menaxhimin. Faleminderit.